Zhvillimi ekonomik i një vendi në një shkallë më të lartë është e pamundur të mendohet pa zhvillimin, gjithsesi zgjerimin dhe modernizimin e rrjetit të komunikacionit, qoftë atij automobilistik, hekurudhor ose ajror. Ai jo vetëm që bën të mundur qarkullimin më të shpejtë të prodhimeve të ndryshme industriale dhe bujqësore, por njëkohësisht bën të mundur edhe shfrytëzimin më të madh dhe më racional të pasurive natyrore. Njëkohësisht, zhvillimi i rrjetit të komunikacionit ndihmon tepër edhe zhvillimin e turizmit. Duke u nisur nga këto fakte, Republika e jon çështjes së zhvillimit të komunikacionit vjetëve të fundit i ka kushtuar vëmendje të veçantë. Kësaj radhe, fjalën e kemi për zhvillimin e rrjetit të rrugëve automobilistike në Republikën tonë. Me qëllim që të arrihet një shkallë më e lartë e zhvillimit të rrjetit të rrugëve automobilistike, Bashkësia e jon kësaj çështje i dha vend të posaçëm qysh në planin e zhvillimit ekonomik afatmesëm të Republikës sonë prej vitit 1971 deri në vitin 1975. Për këtë qëllim edhe u aprovua program për ndërtimin dhe rikonstruimin e rrjetit të rrugëve në Republikën Socialiste të Maqedonisë për periudhën e vitit 1971-1975, të përpiluar në bazë të synimeve të dhëna nga Kuvendi Republikan. Në bazë të këtij programi, në Republikën tonë deri në fund të vitit 1975 parashikohen të ndërtohen edhe 341 km rrugë automobilistike për ndërtimin e të cilëve do të shpenzohen rreth 800 milion dinar. Vetëm për këtë vit janë parapa që për ndërtimin dhe rikonstruimin e rrugëve automobilistike në Republikën tonë të investohen rreth 320 milion dinar. Këto mjete do të shfrytëzohen e një pjesë e tyre më është shfrytëzuar për ndërtimin e rrugëve Bashinosello-Babuna në gjatësi prej 12 km, Kavadarci-Drenov në gjatësi prej 10 km, Rabro-Furka me gjatësi prej 9 km, Pretor-Kufiri-Grek me gjatësi prej 18 km, Krushev-Demir-Hisar me gjatësi prej 20 km, Shkup-Tetov me gjatësi prej 36 km dhe Kërçov-Shënrazmë në Ohër me gjatësi prej 53 km. Në ndërtimin e rrugës në pjesën Shkup-Tetov dhe Kërçov-Shënrazmë, sipas gjendjes së tanishme të përgatitjeve dhe punëve të kryera, nëse kushtet atmosferike janë të volitshme, pritet që deri në fund të këtij viti të lëshohet në përdorim pjesa më e madhe e rrugës në gjatësi prej 67 km, duke filluar prej Shkupi deri në kilometrin 12 dhe prej kilometrit 17 deri në kilometrin 25 dhe prej fshatit Xhelin deri në Tetov. Në pjesën prej Kërçove deri në Shënrazmë pritet që në fund të këtij viti të lëshohet në përdorim pjesa prej Kërçove deri në fshatin Izvor, si dhe prej kilometrit 125 deri në Shënrazmë. Shok Shejp, ju lutem na thoni se sa është organizuar me lidhja socialiste në fshatin Pirok. Si organizat që ekziston, domethënë edhe si fshat më i përparuam në fshatin Pirok, dhe Lidhja Socialiste është një organizat masovo-politike e cila gjithmonë ka qenë dhe është që çdo punë fshatare t'i bajnë, domethënë ashtu me kohë, edhe çdo gjë domethënë t'i dalën, domethënë kështu në ndihmë çdo fshatarit. Për sa i përket si fshat, domethënë fshati Pirok është një ndër fshatrat më të përparuar, marrun në tansi domethënë nga si mësues, domethënë prej këtij fshatit ka tepër se 100 arsimtar, domethënë të cilët gjenden në për qytetet tjera si profesor, kemi edhe aty domethënë një numër mjaft madh. Në zonës në për shkollat e mesme dhe në për shkollat e larta, edhe ata domethënë ka një numër mjaft, është mjaft i madh, sidomos me emancipimin e femnave që kemi domethënë në fshatin tonë, të cilat femna janë të emancipuar momentalisht. Momentalisht domethënë kemi vetëm 3 femna të cilat vazhdojnë shkollën e mesme medicinale. Edhe një është në mbarim, domethënë tash e ka mbaruar edhe shkollën e lartë medicinale, e cila del si mjeke. Edhe me kvalifikime të larta. Me kvalifikime të larta, domethënë mjekësisë. Mirë, problemet e fshatit janë edhe më të gjana. A mund të na thoni diçka Lidhja Socialiste, çka ka marrë konkret deri më tani? Deri më tani Lidhja Socialiste domethënë ka marrë një hof përpara me ndreqjen e rrugëve, të cilët rrugë domethënë kanë qenë me një nivel shumë të ulët, edhe nuk kanë mund fshatarët domethënë ashtu lirisht
të shëtisin edhe të ecin, ku është dasht, neve si organizat masovo politike, kemi marrë një hov mjaft të madh edhe si mjet me 1973 në mars, është bën rruga Pirok deri në mes, këtu janë shtruar me ran, për sa i përket rrugëve të fshatit, ato të gjithat janë shtruar me ran edhe tash për tash gjenden në atë nivelin e duhur. Mendimi në të ardhshmen është që rruga të ndriçet prej fshatit deri në gjade, ku e takon gjaden Tetov edhe Gostivar. Një ma e madhe që është në fshatin Pirok është ajo se fshatarët me atë vullnetin e vetë që e kanë paraqit ndreqjen e ambulancës në fshat, shtëpinë e kulturës, postën, megjithë që ekziston posta tash për tash, ekziston për transferimin e postës prej një vendi në një vend tjetër, ajo është kjo ndërtesë e cila do të ndërtohet, do të grumbullohen të gjitha ambulanca, posta, shtëpia e kulturës, do të ketë automatiku në vetë, edhe mendimi ynë është në tansi se në fshatin Pirok të ekzistojë edhe kinosala. Megjithë që atë kemi pas edhe e kemi në plan programin, edhe është leju nga ana e komunës, të bëhet një salë shumë e madhe, aty do të jetë biblioteka, megjithë që ekziston, edhe tash për tash ekziston biblioteka në fshatin ton, por me një dhomë aq jo të përshtatshme, nuk i plotson nevojat e bibliotekës, edhe tash për tash kemi tepër se 3000 sa libra. Tani bëhet edhe biseda publike për Kushtetutën e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ju a keni marrë ndonjë aksion lidhje me këtë për të biseduar me fshatarët? Në lidhje me këtë, neve duheshte të vinë më 18-in e këtij muaji, duheshte të vijë kryetari vetë i Lidhjes Socialiste të pranë komunës Tetovës. Miramon rastësisht nuk erdhi, edhe nalt poshtë ai do të mbahet më vonë, kurse fshatarët si fshatarë, ato janë të njohshët çdo njeri se kjo gazeta e përditshme, e çdo ditshme vijnë në fshatin tonë si Rilindja dhe Nova Makedonia. Në bibliotekë? Në bibliotekë edhe në post, që janë të parapaguar në tansi. Si arsimtar, ajo është, mase e sigurt se çdo arsimtar e merr atë gazetën e përditshme. Mund të na thoni ndonjë aksion konkret që ka ndërmarrë Lidhja Socialiste bazë, në Tetov, që të ndihmojë juve? Bazë në tash për tash, hala neve nuk vetëm për rrugën e cila ka marrë atë vendimin e vet atje pranë. Ju keni mbledhur një ashtu shumë të hollave. Një shumë të hollave të cilat prej vet fshatit. Sa janë ato? Te 90 e sa milion duhet të mlidhen atash për tash janë për domin e kulturës, po edhe për rrugë. Kurse komuna e Tetovës, komuna e Tetovës është në atë që edhe ajo të ndihmojë me atë kontributet e veta sa brenda mundësive të veta, edhe ajo besën e ka dhënë kryetari se edhe unë me sa do të mundem që rruga edhe ambulanca nalt të ndërtohet, atë plan programin atë plan atë projektin gjithë ta bëjë komunja me të hollat e veta, edhe disa të hollat ashtu të lishojnë në xhiro llogarinë e fshatit tonë. Fshati Pirok, a ka dhe kooperativën e vetë bujqësore, mbasi duken këto kombajnat këtu? A janë të kooperativës apo të privatëve? Kemi, këtu në fshatin ton, kemi kooperativa bujqësore e cila në tansi merret si kooperativë më përparimtare në komunën e Tetovës dhe të Gostivarit, do të thotë se kooperata e jonë bujqësore, e cila e mban emrin Napredok, është e dyta në Pollok. Edhe tash për tash ekzistojnë vetëm 3 kombajnë, edhe 2-3 traktora kemi, shtëpi e kanë atë ndërtesën e vete me magazinat e veta, edhe 2 shitore, të cilat shitore njëna gjendet në dom, si me thonë, në shtëpin e ma përparshme që është ndërtue, edhe një shitore që ndronë në mes të fshatit, të cilat shitore shkojnë në... Gjithsejt sa shitore keni në fshat? Në gjithsejt kemi 7 shitore në fshatin Pirok. Ju jeni të përmendur edhe si ambëltor, në tanë Jugosllavinë, po edhe jashtë, ju lutem, a mund të thoni sa ambëltor ka prej Pirokut jashtë? Po vallaj, me u thanë të drejtën, mund të ketë mbi 200 e sa ambëltor, jashta
jashtë fshatit edhe në tënë Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Keni dhe jashtë Jugosllavisë, apo? Jashtë Jugosllavisë mund të themi se kemi një 10-15 në për qeveria të tjera, sidomos në Çekoslovaki, kemi në Rumuni e në disa shtete tjera. Mirë, mbasi paska këtu shumë të arsimua dhe të ri, ashtu që janë në arsime sipër. Ju lutem, mund na thoni diçka edhe për jetën sportive, sa është organizuar me fshatin tuaj? Tash për tash do me thonë ekziston klubi, do me thonë i Joan, i cili edhe vetë emrin e mban Pirok. Klubi sportiv, me gjithë që mund Bani gara sportive në mes gara fshatrave, apo? sportive do me thonë bëjmë neve në tënësi në Republikën Socialiste të Maqedonisë. Edhe në Maqedoni? Edhe në Maqedoni. Edhe mund të themi se në Pollok zam vendin e tretë. Në Pollogun e zam vendin e tretë. Kurse Kemi në Maqedonisë? Në Maqedonisë aty do të shohim do me thonë në vjesht, se si do të vijet do me thonë ajo rezultatet në vjesht. Keni arsimtar të sportit ashtu vetë? Kemi arsimtar, po thuj se 75% janë do me thonë arsimtar, të cilët janë do me thonë që luajnë sportin, topin, futbollin. Mirë, ju falenderit, shok Shejp, dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe juve.